Pacha me ju, o vëllezër dhe motra. Sot është e diela e 6 e kohës së Pashkëve. Jemi shumë afër festës së Reshajeve. Djalën tjetër do të festojmë Krishti që ngjitet në qiell. Edhe pastaj është festa e Reshajeve. Edhe Krishti është duke na përgatitur për këtë punë, si ka ba me i discepujt e vetë. Kisha bën këtë gjë me ne. Një kohë që festojmë Krishti i ngjallur mes nesh, edhe e ngjitjen e tij e dërgimin e Shpiritit Shenjtë. Ngjarjet e Pashkëve, ngjarjen e tij e Krishtit vdekur dhe ngjallur dhe ngjitur në qiell, ka kuptim vetëm nëse ne marrim Shpiritin e tij. Më shumë mirë që ai u ngjall. Jeta ime, problemat e mi, mëkatet e mia, vdekjat e mia, to kanë një përgjigje në faktin që Krishti ka dhuruar të njëjtin shpirt me të cilin ai ka jetuar, ka vdekur dhe u ngjall. Nëse ne kemi Shpiritin e tij, kena mundësi me përjetu fituaren e tij në vdekje. Dhe ne kemi nevojë për Shpiritin e tij. Fryti i Pashkëve të Jezusit është Shpiriti i Shenjtë. Le ta dëgjojmë ungjillin e ditës. Leximi i Ungjillit të Shenjtë sipas Gjonit. Jezusi i përgjigji: "Nëse ndokush më do, ai do të më mbaj fjalën. Ati im do ta doj, tek ai do të vim dhe tek ai do të banojmë. Kush nuk më do, nuk i mban fjalët e mia. E fjala që po dëgjoni nuk është imja, por është e atij që më dërgoi, e Atit. Këto fjalë ju a thash ndërsa banova me ju. E Shpiriti i Shenjtë, ngushëllues, të cilin do t'ju dërgoj Ati në emër tim, ai do t'ju mësoj të gjitha dhe do t'ju përkujtoj gjithçka unë ju thash. Po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Nuk po ju jap si që jep bota. Mos u shqetësohet zemra, as e mos ju trembet. Ju dëgjuat se ju thash, po shkoj dhe do të kthehem tek ju. Po të më doshit, do të kaldoshit se po shkoj tek Ati, sepse Ati është më i madh se unë. Ju thash tani, para se të ndodhë, që të besoni kur të ndodhë. Fjala e Zotit, lavdi ty, o Krisht." Ungjilli është shumë i bukur, shumë i pasur, edhe mendoj se Zoti ka qef që ne të nënvizojmë këtë punë. Ndoshta në këtë ungjill gjë më e mrekullueshme është kjo. Këto fjalët e para të Jezusit. Ai thotë, nëse ndokush më do, ai do të më mbaj fjalën. Ati im do të doj, tek ai do të vim dhe tek ai do të banoj. Zoti ka dëshirë me ke një gjë vetëm me ne. Me banu brenda nesh. Nuk e di se ne nuk kena mundësi është me kuptu dhuratën e madhe që kjo është. Ne gëzohemi kur vjen dikush i madh tek ne. Por është vetë Zoti që bota nuk ka mundësi me mbaj në vetën, vetë Zoti ka qef me ardhë, me banu në zemrat tona, në jetën tonë konkrete, në intimitetin tonë. Me ne, e kush jam unë që të vite kun Zoti jem? Zoti të dhonë pa mas, e të dashuria kërkon bashkimi, unitetin. Edhe është e vërtet që Zoti donë të gjithë njerëzit, të gjithë janë të dashur për Zotit. Por, tu ka një veçanti. Ata që dojnë
që duan Jezusin, ka një dashuri të veçantë nga ana e Atit edhe nga ana e Jezusit. Nëse ti don Jezusin, ti ke si një kalamit, ke një diçka të tërhek dashurinë e Atit të këti. E çfarë don Ati, don edhe birin. Nëse ti don Jezusin, në ty do të banoj krejt Trinisë së Shenjtë, përmes Shpirtit Shenjtë. Edhe kjo nuk është pak. Është qielli duke banuar në ne. Garancia e jetës e pasosur. Brenda nesh. Edhe që nevojitet për këtë punë? Me pranu, me ruajt fjalët e Jezusit. Si punë e Virgjenes Maria. Virgjena Maria ka dëgjuar një lajm. Edhe ka pranuar këtë lajm. Edhe ajo ka mbajtur brenda vetes Krishti nëpërmjet Shpirtit Shenjtë. Zoti ka dëshirë me patë njëjtën gjë me ne. Jo me lind fizikisht Jezusin, jo, por shpirtërisht Jezusin duke banuar në zemrat tona, bashkë me Atin e vet, edhe me Shpirtin e Tij. Mirë, janë disa gjëra që vjen Shpirti i Shenjtë brenda nesh. Nuk kam dëshirë me kallëzu disa që kanë shkruar këtu, duke pasur parasysh kapitullin e 14 të Gjonit. Shpirti i Shenjtë është parakliti. Dhe ata që e pranojnë, parakliti është ai që të mbron, që është mbrojtësi, është avokati, afër nesh, ai që na ngushëllon. A dhe ata që e duan Jezusin e marrin Shpirtin e Shenjtë. Ata që i pranojnë fjalët e Jezusit, edhe radikalitetin e fjalëve të Tija. Edhe Shpirti i Shenjtë banon, qëndron afër nesh dhe do të jetë edhe brenda nesh, ne. Nuk na lën jetima. Zoti nuk na braktis. Edhe Shpirti i Shenjtë brenda nesh është garancia, na kallëzon që Zoti është i gjallë. Që na don, na kujton këtë gjë. Shprania e Zotit brenda nesh. Edhe ai na bën që ne ta shohim Jezusin atje, në ngjarjet e jetës ku bota nuk e shef. Sidomos në ngjarjet e vdekjes, në ngjarjet që janë të lidhur me kryqin, me vuajtjen. Bota nuk e shef Zotin në këto gjana. Kush ka Shpirtin e Shenjtë, ka një pasqyrje që ndihmon me pa realitetin me një shikim të ri. Shpirti i Shenjtë është edhe ai që bën që edhe ne të jetojmë me Jezusin në këto ngjarjet ku ne nuk shohim Zotin e ringjallur. Që ti të mund të jesh i gjallë, e gjallë kur ke problem me burrin tënd, ku burri të ta thon, kur gruaja ndoshta është në vrike, ku fëmijët e tij largohen prej Shqipërisë, largohen prej shtëpisë që nuk përkujdesen më për ti, që nuk i interesohen fare për ty. Shpirti i Shenjtë është ai që të bën që ti të jesh i gjallë, i lumtur, edhe në këtë kryq, në vetëmi, edhe në një sëmundje. Është ai që na ngushëllon. Shpirti i Shenjtë është ai që bën që Jezusi dhe Babi i Tij, Babi jon, të jetë brenda nesh. Edhe ka diçka mrekullueshme, nuk është vetëm që Zoti vjen brenda nesh. Ka diçka më shumë. Ne jemi në Zotin. Leximi i dytë të ditës është libri i zbulesës, flitet që hyi atë edhe qengji janë tempull të Jerusalemit qiellor. Do me thënë që nuk është vetëm Krishti që është tempulli i Zotit, tempulli i vërtet. Jo, Trinia e Shenjtë me veten e vetë është një tempull, ku biri banon në Atin, ku Ati banon në birin, e të dy në Shpirtin Shenjtë.
Edhe nëse ne bashkohemi me Jezusin, edhe ne me anë të Shpirtit Shenjtë banojmë në Zotin. Ti, jeta ime, në Zotin. Unë në Zotin edhe Zoti në mu. Këtë gjepe në Shpirtit Shenjtë. Edhe ai na mëson çdo gjë. Që ne të mësojmë me dash, me të vërtet, nevojitet që të kemi Shpirtin Shenjtë. Ai na mëson për brenda, nuk është një teori. Është ai që brenda nesh na mëson. Edhe me jetën, fjalën e Jezusit nuk janë vetëm shkrimet e shenjta, janë ngjarjet e jetës, që Zoti na mëson si një babë, në jetën tonë konkrete, me ngjarjet që ndodhin marrim një mësim prej tij. Edhe ai na kujton fjalët e Jezusit. Dasht Zoti që të kena dashuri për fjalët e Jezusit që ta ruajmë brenda nesh, sepse në momentin e nevojës, këto fjalë do ta burojnë brenda nesh, nëse kemi Shpirtin Shenjtë. Në një moment krizi, do të kemi Shpirtin Shenjtë që na sugjeron një fjalë që na ndihmon tamam në atë moment. Në një moment gëzimi, ne beku Zotin, edhe me fjalët që vetë Shpirti Shenjtë na frymëzon. Ai na kujton çfarë Krishti na ka mësuar. Edhe Shpirti Shenjtë është ai që na jep paqen e Jezusit, që nuk është paqja që jep bota. Është paqja që fiton kundër vdekjes. Paqja e sigurisë se dashurisë se Zotit, edhe sigurisë e fitores e Krishtit kundër vdekjes. Fitoria jon, fitoria e Krishtit na përket edhe ne. Tërkuraju, le ta kërkojmë edhe në këtë kohë. Që Krishti, që atit e na përgatisin, që ne të duam Jezusin me të vërtet, që të marrim Shpirtin e Shenjtë, që të banoj gjithmonë më shumë në ne, edhe ne me të. Kurajë, që lëvdu Krishti.